imagjinatën, me dashur më shumë skenën, me u përkushtuar më shumë për skenën dhe me pa me një sy ndryshe, me dash diçka më ndryshe. Kur them babaj që ka pa diçka te unë, më ka thonë gjithmonë janë dy rrugë. Një që shkon masa dhe një tjetër që shkojnë 2-3 vetë. Ti duhet jesh te ata 2-3 vetë. Më unike, më ndryshe, me i sjell diçka më ndryshe vendit, me realizu diçka ndryshe. Mazde në bazë të këtyre, si me thonë, këshillave gjatë kohës që më ka thonë babi për skenën, gjithmonë më ka shtu një mënyre edhe pakës atë luftën që kam pas me vetën, që ka të bëj diçka ma ndryshe, që ka të eksploroj, që ka të punoj diçka ma tjetër, sepse artisti vetë i tillë, nëse kopjan, nuk është atër artist. Do t'jesh më ndryshe. Tek muzika klasike, po kam përshtypjen që nga 99-a, njihemi neve kur ishe pjesë kori Collegium Cantorum atëherë. Pastaj kishe edhe dëshira të eksploroje edhe në zhanre tjera. Ke provuar rrugën e muzikës dhe pop e tjera, po... Jo, nuk kam provuar pëse kam pas kërkesë. Kam vetë veç, se vendose? Natyra ime vetë, një elegancë, një dashuri për skenën, serioze. Nuk më ka shty asgjë tjetër... E ke menduar mandej gjatë rrugës që ta provosh? Asnjëherë. Asnjëherë? As edhe njëherë. Sepse jam fokusu tek pjesa e muzikës artistike. Dhe kam dashur me qenë një artiste cila nuk luan shumë me stilin, me zhanrin, por që është brenda asaj sfere. Dhe unë me të vërtet... Je lumtur për zgjedhjen që ke po? Po, jam shumë e lumtur, sepse kam pas rastin edhe në studime në Tiranë, të përcjell shfaqje operistike, sepse në atë kohë kur isha unë shkollë të mesme këtu, di që s'ka qenë teatri operës, edhe vazhdon të kemi mungesë të teatrit si objekt, por shfaqjeve ka... Improvizojmë, e vërtet. Andaj, kur shkova unë të përcjell shfaqje operistike, njëna mbas tjetrës, kalendarin artistik të teatrit operës në Tiranë, edhe më frymëzonte edhe ma shumë, sigurisht kisha ëndra më të mëdha tani unë. Fillon ëndrat e mëdha që mandej kur vi në Prishtinë, ato ëndra veç me mujt me i realizu këto. U bo shumë kohë gjatë, sigurisht Resul edhe nuk jam as pak, nuk e ndjem keq për krejt që ka, nështë një pjesë e jetës time, nuk ka ndodhë në drasat e teatrit operës, e profesionit e ma po. Por që jam shumë e lumtur që këtë boshllëk, ta them skenik, kam ditë me shfrytzu edhe kam shfrytzu maksimalisht për gjeneratat e reja. Faleminderit shumë, ndërkohë këto fotografi janë disa momente që e meritojnë na i shpjegosh. Po niseme nga diva Inva Mula. Me Inva Mulën, pa tjetër. Këta e ndjej... Kjo është faqje, kjo paraqitje e korit fëmijëve Okarina, unë shifem aty në brapa shpinës e Inva Mulës, një besim i madh i Invës ndaj punës tonë, sepse kjo ka përcjell gjithkohës punën tonë. Dhe kemi pas një rast më para 6 vitesh, një dalje skenike së bashku, dhe prej atëherë ka vazhdu të ndjek punën tonë Inva dhe ka besu me ftu korin e fëmijëve Okarina, pikrisht në koncertin e saj recital në arenë në amfiteatrin e Durrësit, ku ky amfiteatër me të vërtet shumë i bukur duket mbrëmje në sidomos në këtë ngjarje kështu, ku Inva ka qenë shumë e kujdesshme me sjell një repertuar shumë të bukur të këngëve të Mesdheut, dhe paraqitja e korit fëmijëve mbrapa, vajzat që janë të korit Okarina, me disa këngë në bashkëpunim me Invën, në përcjellje të Invës, në përcjellje të Invës, që lanë shumë gjurmë tek audienca, pikrisht për atë atmosferën që sollën së bashku. Dhe ishte magjike, një natë shumë që s'ka me haru, jo rastisht e kam dërgu fotografi. Ama këtu je në rolin e drejtueses, nuk je vetë. E vërtet. Solistja. E vërtet. Si e balancon këtë, atë dëshirën për të kënduar me detyrën që e ke për të udhëhequr korin? Nuk është shumë pyetje, shumë e sikletshme kjo, a thonë kështu. Sepse ka momente kur më hidhet me këndu, me njerë më këthy, me këndu. Por unë e di rolin tim që ka kam, tash për në atë moment, e kam di çfarë roli kam dhe jam përkushtu maksimalisht që zani im,
puna ime, sepse unë me zanin tim punoj me fëmijët, dhe e kemi një kombinim të jashtëzakonshëm së bashku, unë gjithkohës këndoj me fëmijët. Pa qka që e kam shpirtin e këthyme, unë gjithkohës këndoj, gjithkohës e ndjejmë energjinë e përbashkët. Pra nuk është që veç i dirigjon? Jo, absolutisht jo. Jam gjithkohës këndoj, shkrihem, derisa këndoj me ata, dhe kjo sigurisht peshan e saj e ka kjo paraqitje fëmijëve në këtë koncert. Kur kam paraqitje të mia solistike, unë duhet të shkputem pak nga kori fëmijëve, sepse vetë impostimi, këndimi, forma e këndimit, me fëmijët si këndoj, dhe me dalë në këndime lirik, dallon, dhe është me të vërtet e vështirë për një këngëtare lirike sa të kaloj në regjistër të fëmijëve, në këndim për fëmijët, sa të dalë në, do thënë, në tipin e muzikës klasike. Dhe unë jam shumë e lumtur kjo që është arritë për kaq vite dhe çka kemi arrit unë me korën e fëmijëve Okarina. Për te asaj që shohim në skenë, si është të bashkëpunosh me Indvën? Një artiste me plot kuptimin e fjalës e madhe, e ndjeshme për fëmijët jashtëzakonisht, sepse ajo kujdes shumë që fëmijët me qenë çdo gjë me shkuat në atë mirë, dhe me kujdes të lartë edhe zgjedhja repertuarit. Po me këndu fëmijët me divën e cila zani saj ka jehu në filmin e Hollywoodit apo në Fifth Element, kjo është krenari. Edhe është një rast i rrallë. Shumë i rrallë. Mirë, fotografi tjera? Momente tjera interesante? Fotografin tjetër, po vazhdojmë me që kemi ofër edhe me paraqitje me Ramën, me Ram Lahaj. Me tenorin ton, i cili ka shënu suksese të panumërta në skena jashtë. Dhe kjo është ngjarja kur në festivalin i cili a i prezenton në Kosovë për festivalin e operës, kjo është hera parë kur unë gjitën fëmijët në festivalin e ti në skenë, kur unë gjitën me para një audience 3.000 vetë dhe me orkestrën simfonike, ku në një ambient të hapur është vështirë me realizu një paraqitje të tillë me fëmijët, dhe përgjithësi e madhe, dhe unë kam qenë poshtë duke u theq korin, o duke u kombinu bashkë me Ramën, duke u koordinu së bashku, dhe dirigenti që është mbrapa Ramës, italiani, i cili koordinoheshim së bashku. A i dirigent orkestrën, unë fëmijët dhe një... Pa duhet një lloj koordinimi me wireless kështu. Me shpirt, me zemër, me sy, pa tjetër. Por që me të vërtet ka qenë një ngjarje cila ende përmendet, në kush ka qenë prezent atë natë, por edhe ata që kanë pas rast me ndjekë edhe përmes medjeve. Është një ngjarje cila unë them edhe historike në mënyrën e tillë, sepse fëmijët kanë raste të panumërta me artistë të mëdhenj në skenë, por që unë e kam mundosur sepse ka qenë një moment shumë i ndjeshëm. Fotografia në mes? Fotografia, unë jam në Paris, me Zana Badivukon, si shoqëruse në piano. Kemi pas ftesë nga ambasada e Kosovës në Paris për të realizu koncert. Gjithë ne që kemi qenë artistë që kemi punu me operën e Kosovës, që kemi punu dhe kemi kontribu për kaq prej momenti që është themelu opera e Kosovës, një farë mënyrë kemi pas ftesën për me realizu një koncert për shirimin e muajin e shqirimit të Kosovës, që është në qershor. Dhe kjo është kur këndova Shqip në një teatër në Paris. Është edhe për mu një ngjarje e veçantë. A e ke thënë si artiste fjalën tënde, apo a ke realizuar kryeveprën tënde përsa i takon paraqitjeve solistike? Ka, unë jam anderi. A ki plane, apo a ke synime, a ke një skenë, ose një ngjarje që të doje? është një ide e radhës, e cila mbren në kokë, du me realizu, është një monodram, një monoper, kam dëshirë me realizu, është ndoshta çështje kohe, ku unë do të përkushtohem, do të mbyllem, sepse nga angazhimet e tepërta që kam gjithë kohës, që kemi ftesa të panumërta, du të me gjetë një periudhë kohore kur unë jam më e qetë edhe e përkushtohem. Ti përkushtohesh 100%. Jetës. Tani, shumë artistë synojnë skena edhe jashtë Kosovës. Sot është mundësia. Kemi Ram Lahaj, po kemi edhe shumë emra të tjerë.
Për ty, si është? I ke në synim, apo për shkak të angazhimeve, të punës, familja, gjitha këto, të kanë bërë të fokusohesh vetëm brenda Kosovës? Unë mendoj që vendi ynë ka nevojë për artistët. Pa dyshim. Nuk them me ik, jo. E vërtet. E them me shku me koncertu dhe me u kthy. Me koncertu dhe me u kthy. Tani në këtë periudhë, unë si nanë që me 3 fëmijë, me të vërtet edhe përderisa nuk jam marrë intensivisht me skenën solistike, e kam të vështirë edhe me mendu me lëviz, me dalë. Donë përkushtim plotësisht. Që të i përkushtosh skenën solistike, të shkosh në teatru të ndryshme, donë përvojën edhe përkushtimin maksimal. Unë kër u ktheva me synimin për të kontribu në Kosovë. Koha shkon, vazhdon shkon, dhe nuk gjithmonë tani po bëhet në të mirë të operës Kosovës. Ju thatë improvizime, por më mirë është kështu të bëhet maksimum nga institucioni operës, se sa të lihet pa shfaqje operistike. Po vrehet që i ka mungu publikut tonë shfaqjet operistike dhe sallat janë plot. Sa herë mbahet, ku do që mbahet shfaqjet. E vërtet është, publik ka gjithmonë. Edhe koncert, gjithmonë ka koncert. Ka një publik ma dje që kush vjen nga jashtë fascinohet. Tani, të kthejmë tash tek vetja ime, kam mundësi, pse jo, kam mundësi edhe me marrë një rol me këndu në operën e Kosovës. As gjës më ndalë. Por, kjo ka dashtë pa tjetër mos më ndalun. Prej basit këmë baru studimet, nuk mi afton vetëm 3 koncerte solistike, të mjatë ato i kam bo me dëshirën time, që kam dashtë me bodhurat, që kam bodhurat vetës, po, mund të kemi, po që unë i kam bodhurat vetës, jo për ambicjet, pa tjetër me zonë skenën solistike, nështë ta kjo modestia ime, po shfaqet tani në këtë mënyrë në brenda ekranit juj, por që unë mungon skena ma shumë kamertale, ma afer publikot, jo skena të mdoja. Njerëzit bëjnë zgjedhje për karrierën, kështu që janë zgjedhjet tua, nuk është që nuk ke mundur, po ndoshta edhe nuk ja ke mësy skena. Nuk ja ka mësy, jam këthy vetëm me idenë me kontribu në vend. Tani, këto e në pasojat, as gjithë keqë s'ka, jam shumë e lumëtur. Në fotografi tjetër këtu që mund të komentojmë, apo gjitha janë aktivitetet të korit? Jo, aty jam me motrën, me Irinën, jesh nga shfaqja Goca Kaçanikut, ku unë kam pas... Me motrën? Me motrën time. është skenografe me profesion, dhe ka qenë asistente skenografit të në shfaqjen Gocën Kaçanikut. Unë kam qenë asistente profesorit, regjisorit Nikolin Gurakuqi. Pikrisht është bëni shumë punë e madhe me Gocën Kaçanikut, dhe unë jam shumë e lumtur që kam qenë prapë përsëri pjesë, po tash mbrapa skenë. Nuk kam luajt rol, por kam ndihmu gjithë kohës. Tani dole replika tjetër, ti e duke u shkëndu për regji. Po. Qëne? Po tash... Te babi? Po, te babi. Te babi. Babi tash është pension, po që kam qenë në klasën e babit. Te profesioni. Pikresht. Kam ri me kuptu që përpos ajo teatri që mungoj për kohë caktume, edhe pse s'desha me qenë në rolin e aktorës, pjesën e regjisë e kam darë se kam qenë që thasha dhe në shkollë fillore, kam improvizu, kam vendosë, kam inskenus skeqet të ndryshme. Edhe kjo mande ka qenë një dashurie imja për me e realizu një shfaqje. Edhe pastaj kur ka pa prap Fadili pjesën që kam një brum edhe të regjisorës, atëherë më ka thonë është momenti kur ti mundesh me kontribu pikrisht në operën e Kosovës. Se duke e njoft këndimi lirik, edhe duke e njoft edhe regjin, atëherë është më së miri, regjisorët e teatrit njofin prapë se prapë, mund të inskenojnë shfaqje operistike, por është shumë ma mirë kur je këngëtar lirik dhe njëkohësisht edhe regjisor. Se i dim vështirësitë në skenë të një këngëtari lirik, çfarë lëvizje skenike mund bëj një këngëtar apo jo, dhe kur njeh partiturën, kur njeh pjesën muzikore, je shumë më mirë në shfaqjet operistike. Cila nga fotot, apo nuk është ndonjëra takimi me Dua Lipën? Takimi me Dua Lipën, pikrisht të s'poj me lëmë pa e përmend, kjo ka qenë një verës tani që shkoj, një pritje befasi që i bëm Dua Lipës me presidentën. Kjo ka qenë një lajm botror, ku edhe BBC dhe Guardian e kanë shfaq si një moment befasie për Dua Lipën. Këtë rast, Dua Lipa ka qenë audiencë jona.
Ku ka më mirë. Çfarë ju tha? Ajo Eduard Trokiti shumë, sepse nuk ka prit që do të bëhet një gjë e tilla që më tepër këngën e saj me interpretu në format a cappella me fëmijët. Edhe është ndjerë shumë e lumtur se është bërë një befasi